Shikues të nderuar, përshëndetje, jeni me emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hysarit Online, por natyra e këtij emisioni të sotëm ka disa veçanti, sepse intervistat që do të pasojnë me kandidatë të cilët janë në garë për të bërë deputet në Parlamentin e Kosovës e kanë karakterin promocional. Sonte kam sërish në mysafirën në këtë studio General Gzim Hazrollin. Zoti Hazrolli, mirë se erdhe. Mirë su gjetëm, pro. Para se të bëj pyetje, zoti general, dua të prezantoj për opinionin ton një pasqyrë nga jeta dhe veprimtaria juaj, një pasqyrë të shkurtër, edhe pse ju në emisionin e mëhershëm e keni prezantuar këtë, por megjithatë dua t'ia bëj opinionit publik se cili është Gzim Hazrolli, i cili garon në kuadrin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputet në Parlamentin e Kosovës në zgjedhjet që do të marrën me 7 qershor të këtij viti. General Gzim Hazrolli rrjedh nga një familje patriotike me tipare të brumosura kombëtare dhe i edukuar brenda kësaj familje. Normalisht edhe ky ka reflektuar gjatë veprimtarisë, jetës dhe veprimtarisë së tij pikërisht tipare të tilla. I shkolluar në Akademitë Ushtarake të kohës, General Gzim Hazrolli nuk do të bëj se hir nga larg për ta parë, derisa shikonte se si populli i jon po vuante nën thundrën e Miloševićit, përkatësisht në kohën kur regjimi i tij bënte një segregacion të papar ndaj shqiptarëve të Kosovës. I detyruar pas plasjes së luftës, i detyruar të largohet në Gjermani, ai atje u kyç sërish në strukturat politike dhe ushtarake të shqiptarëve në diasporë për të dhënë kontributin e tij në mënyrë që pasi që plas lufta në Kosovë, ai të vijë këtu dhe të jep kontributin për lirinë e Kosovës. General Hazrolli ishte një shpirt liridashës dhe ai kur nuk u pajtua me regjimin që shtypte popullin e tij. Si rezultat i kësaj ndjenje patriotike, atletare, kombëtare, si duhet që të themi, ai do të vijë dhe do të kyçet në ushtrisë shqiptare të Kosovës. Duke ecur tutje në karrierën e tij gjatë luftës, ai do të merr edhe komandën e zonës operative, do të merr komandën e brigadës 123 të zonës operative të Pashtrikut. Është i njohur sidomos për sukseset që ka arritur në luftë kundër forcave serbe dhe më emblematike prej këtyre ka qenë betejë e Semitishtit, në të cilën betejë, duke qenë komandant e kësaj brigade, kori suksese kolosale kundër forcave serbe. Pas lirisë, generali Hazrolli nuk do të rrijë durt kryq, do të vazhdoj karrierën e tij prej një ushtaraku profesional dhe do të ngritet në pozicionet më të larta të strukturave mbrojtëse të Kosovës, përkatësisht të forcave të sigurisë të Kosovës. Kjo do ta gjejë Gzim Hazrollin pastaj edhe deri në pension. Por, duke qenë se koha ishte e një krizë të rëndë institucionale, koha kur doli në pension, dhe duke parë faktin se po ka polarizimet e mëdha shoqërore, kriza politike që po mbretëronin Kosovën, që nuk mund të ishte i qetë. Prandaj edhe vendosi që të garoj përmes Lidhjes Demokratike të Kosovës për të marrë pozicionin e deputetit të Parlamentin e Kosovës. Zoti Hazrolli, unë e bëra kështu një hyrje pak a shumë të shkurtër, unë e di se karriera juaj ushtarake, politike, tash është shumë më e famshme se fjalët e mia që i thash, por megjithatë po kalojmë në intervistën, përkatësisht në pyetjen e parë. Ju keni pas alternativa, domethënë keni qenë i pranueshëm pothuajse për gjitha partive politike, por ju zgjodhët Lidhjen Demokratike të Kosovës, që të jeni pjesë e saj dhe të garoni përmes Lidhjes Demokratike të Kosovës për të marrë pozicionin e deputetit Parlamentin e Kosovës. Çfarë ju shtyri që bët këtë zgjedhje? Faleminderit, faleminderit për fjalët e mira dhe mundësinë që të bashkëbisedojmë sot. Nuk ka qenë e lehtë që thjesht të launi formën dhe të marrë një rrugtim politik, por gjithsesi, siç e thatë edhe ju, për shkak të nevojave që ti shërbejmë vendit dhe duke e marrë parasysh që ushtarakët janë mësuar që të shërbejnë derisa e kanë mundësinë dhe hapësirën. Unë kam vazhduar që karrierën e shërbimit ndaj vendit ta vazhdoj përmes politikës dhe po pikërisht në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë mendoj që të gjitha partitë i kanë vlerat e veta që ngërthejnë,
Po mbi të gjitha unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës ka një historik që të gjithë e dim, ndër partitë ose partia më vjetër, parti shtetëformuese, parti që ka barën në vitet më të vështira para luftës, po mbi të gjitha edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, në ndërtimin e institucioneve dhe pa diskutim sot thjesht në shtetëformimin që Kosova tjetë me standarde dhe të rrugtoj drejt integrimeve euroatlantike. Zotë General, ju po drejtohem ende me Zotë General, base kur do t'jesh deputet, do të drejtohem me Zotë deputet. Pse t'ju votojnë juve qytetarët përkatësisht elektorati? Çfarë do t'i ofroni ju elektoratit nëse ju do t'jeni në pozicionin e deputetit në parlament? Prof, mbi të gjitha mendoj që karriera e ushterakut të përgatit me një disiplinë, me një fokusim në mision, me atribute dhe dashurie, por mbi të gjitha me atë kryesorën gatishmërinë për të shërbyer vendit dhe për t'u sakrifikuar. Dhe unë mendoj që gjatë gjithë karrierës time ushtarake kam mësuar dhe jam eduku me këto vlera që ta bëj më të mirën faktikisht për vendin tim. Unë mendoj që gjithë investimin që ka bë Kosova, institucionet e Kosovës në karrierën time, në edukimin dhe rritjen time faktikisht si ushtarak, unë e kam për obligim tentoj ta bëj më të mirën që t'ja kthej vendit tim me shërbimin tash pas pensionimit nga uniforma në politikë dhe do të tentoj ta bëj më të mirën. Kur jemi të Lidhja Demokratike, e cila veç edhe pak ditë do të fillojë edhe fushata zyrtarisht, ka një lëvizje, e cila herë po nënçmohet, herë po lavdrohet në opinionin e ndryshëm, dhe kjo lëvizje quhet ose e ka quajtur Lidhja Demokratike Bashkimi i Madh. Çfarë nënkupton ky bashkimi i madh për juve si kandidat për deputet në Parlamentin e Kosovës? Unë mendoj që ne nuk kemi hapësirë të tillë që të ndahemi, edhe pse duhet të ekzistojnë parti të ndryshme. Dhe skena politike faktikisht në Kosovë mendoj që është vlerë që kemi parti të orientimit të djathtë, të majtë, të qendrës, po mbi të gjitha mendoj që është një bashkim natyral. Bashkimi të djathtës, bashkimi i madh, mendoj që do t'i sjellë Kosovës një vlerë që në momentin cilin gjendet shteti jonë është shumë e nevojshme, dhe mbi të gjitha mendoj që do t'ja rikthej vlerat e demokracisë. Pse e them këtë punë? Ne duhet t'jemi të sinqert me sfidat që i kemi dhe që na presin, dhe duhet bëjmë më të mirë. Nuk kemi kohë, nuk kemi luksuzitet kohor që trim 2 vjet pa institucione, pa një stabilitet institucional. Lidhja Demokratike e Kosovës ka treguar gjatë gjithë historisë vet dhe është duke bë më të mirën që Kosovës t'i jep një stabilitet të institucioneve dhe të rrugtojmë faktikisht drejt integrimeve euroatlantike që i përmenda më herët. Unë mendoj që po shifet dita ditës edhe në teren që elektorati e ka prit një gjatë tillë dhe mendoj që do t'jetë vlerë e shtuar e këtyre zgjedhjeve. Po, Zoti General, ju i përmendet të gjitha këto sfidat të cilat vërtet janë aktuale, dhe kur e përmendet edhe integrimet euroatlantike, ka disa vite që qeveria në pushtet, e cila vazhdon të mbajë edhe më tutje kuptohet në detyrë tash, për cilën shumica e fajsojnë për këtë krizë, ka pas një raport me Bashkinë Ndërkombëtare me plasaritjet të mëdha. Si do të mund të rikoperoni ato raportet që kanë qenë shumë më të mira se sot që janë në kuadër të një strategjie geopolitike që po krijon një rend të ri botnor? Mitësit nuk ndërtohen brenda natës. Unë mendoj që për të fituar besimin e ndërsjellë duhet një kohë gjatë. Dhe ne kemi një traditë që nga presidenti historik Ibrahim Rugova, që ka bën më të mirën e mundshme që të na parafrojë me perëndimin, që të hap dyert e mëdha të Washingtonit, Brukselit, Londrës, Parisit, Berlinit, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm që këto dyert mos i lejojmë faktikisht që të mbyllen, po mbi të gjitha tentojmë faktikisht të ecim krah për krah me alatët tonë. Kjo është një vlerë që duhet ta respektojmë,
është një vlerë që duhet faktikisht të ecim matutje dhe ta mbi ndërtojmë, dhe mbi të gjitha jemi duke pa që viteve të fundit kemi një luhatje të mirëbesimit, kemi kontradikta të bashkëpunimit me alatët tanë, dhe jam shumë i sigurt që Lidhja Demokratike e Kosovës edhe ka një traditë dhe ka në qëllimin e saj kryesor që të ecë krah për krah me alatët strategjik. Po kthehemi përsëri te ju personalisht. Ju duke qenë me një profesion, një karrierë të gjatë në fushën ushtarake, dhe duke qenë një figurë e çmuar dhe e vlerësuar në opinionin tonë, po besoj edhe më jashtë dhe më lart, çfarë do të bëni konkretisht në drejtim të forcimit të kapaciteteve të sigurisë në Kosovë brenda parlamentit, po imagjinojmë sikur ju do të jeni deputet. Parlamenti ka dhe komisionet e veçanta, në të cilat merren shpeshherë vendimet nga aty dhe pastaj dalin në votim në parlament. Çfarë do të bëni ju? Nëse marr besimin e elektoratit, pa diskutim që ekspertiza, përvoja ime është në fushën e sigurisë, dhe do të tentoj më të mirën ta bëj aty. Por do të jemi gatshëm të kryoj detyra tjera që mbesohen, dhe qëllimi im kryesor është që trujmë vlerat nga kemi ardhur deri sot, dhe ato janë vlerat e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Ato duhet t'i ruajmë si sy të ballit. Tjetra te aspekti i forcimit të institucioneve të sigurisë. Unë mendoj që kemi një traditë, edhe pse në këtë kohë të shkurtër pas luftës, që duhet faktikisht të ndërtojmë kapacitetet e nevojshme për ruajtjen e jetës të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe integritetin dhe sovranitetin e vendit tonë. Në aspektin e kësaj ne kemi një plan të tranzicionit PSK-s. Jemi në vitin e 8 dhe duhet të vazhdojmë sepse janë zotime të përbashkëta me partnerët tanë. Dhe mendoj që ato kapacitetet që Forca Sigurisë e Kosovës i kanë ngritur deri tani, do të jenë kapacitete të nevojshme për të ndërvepruar me alatët tanë, po mbi të gjitha për të garantuar jetën e qytetarëve dhe vendit tonë. Në këtë aspekt janë edhe institucione tjera të sigurisë që janë edhe kategori kushtetuese. Ne duhet gjithmonë mos nalemi, sepse siguria asnjëherë nuk është ballë. Sidomos në kohën sot kur kemi kaq shumë kërcënime globale. Vendi jon faktikisht nuk është i përjashtuar për këtyre kërcënimeve. Ne duhet gjithmonë të studiojmë, duhet gjithmonë të adaptohemi me kapacitetet e reja për luftimin e këtyre kërcënimeve, dhe mbi të gjitha asnjëherë mos të harrojmë që duhet të jemi faktikisht të ndërveprueshëm me alatin kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe alatë të tjera perëndimor që të luftojmë së bashku në të gjitha format thjesht të arrijmë paqen dhe stabilitetin në rajon. Zoti general e përmendet vlerat e ushtrisë qëllimtare dhe thatë se duhet ruajtur si syt e ballit. E kuptoj se duke qenë në bartës i këtyre vlerave, ju e keni si të emblematike këtë formulim. Por kohëve të fundit ka deklarata nga strukturat politike dhe institucionale të Kosovës që ju godasin, jo vetëm ju, na godasin të gjithë neve, por në veçanti ju që keni bartur barrën kryesore të luftës. A keni koment ndaj deklaratave në Zvicër të kryeministrit tonë në detyrë Albin Kurti, ku ban kështu thot: patriot nuk mund të jesh nëse je hajn, po e parafrazoj nëse s'mund ta citoj drejt. Dhe format e ndryshme të denigrimit që i paraqet në ato deklaratë. Në anën tjetër, kemi një deklaratë të një ministre në detyrë, zonja Pacolli, e cila thot: ne çliruam dhe shpëtuam Kosovën nga Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj, e të tjerë banemrat të ndryshme. Çfarë do të thotë kjo për një luftar i cili kur ja ka hyrë në luftë nuk e ka ditë a do të vritet apo do të shpëtoj? Është fatkeqësi. Është fatkeqësi që kemi njerëz brenda kombit tonë që ende nuk kanë energji të ruajnë ato vlerë. Po nuk kam vetëm ndjeshmëri ndaj bashkëluftarëve, kam obligim ndaj gjakut që është derë të patriotëve dhe dëshmorëve dhe herojëve të Kosovës. Mendoj që thjesht gjithë populli
duhet të ndërtohet mbi këto vlera, duhet të frymëzohet nga këto vlera, dhe mendoj që momentin që thjesht nuk i respektojmë këto vlera, kemi humbur rrugën e Zotit. Është traditë e shteteve të Perëndimit që luftarët faktikisht i respektojnë, i falenderojnë në çdo hap për shërbimin e tyre që e bëjnë. Ne jemi me fat që kemi kaq shumë vlera, ne jemi me fat që kemi kaq shumë heroj. Ne nuk duhet ta imagjinojmë ose ta zbukurojmë faktikisht luftën tonë. Lufta jonë ka qenë e pastër. Dhe po, mua dhe çdo bashkëluftari tim na dhem kur i ndëgjojmë këto gjona. Janë situata dhe çësje të kohës për interesa elektorale dhe për interesa të liga, dikush edhe e baltos faktikisht atë luftë. Po unë jam shumë i sigurt që ka pas, do të ketë dhe do ta mbrojmë faktikisht atë vlerë. Dhe mbi të gjitha, unë mendoj që është vlerë ose margaritari i kombit tonë që duhet ta ruajmë. Po, pyetja ime është pak e drejtë për drejtë, edhe një herë. Të del nga goja e një ministre, të del nga goja e një kryeministri, që pothuajse po qeverisë që 6 vite, një deklarat e tillë është diçka për mendimin tim personal, është diçka pa kuptim, por si duket, mungesa programeve të caktuara po i orienton drejt një farë populizmi dhe populizmit përmes krijimit të perceptimit negativ për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Komenti juaj? Është fatkeqësi, është e ligë, është e dhimbshme dhe e paakceptueshme. Unë mendoj që ky popull nuk i ka dhënë votë askujt që ta sulmoj gjenezën tonë, ta sulmoj vlerën tonë. Dhe po habitem shumë faktikisht me gjithë ato që po ndëgjojmë, që të quhet dikush çlirimtar dhe shkatrimtar. Po unë jam çlirimtar, jam ka shumë e fat që më ka dhënë kjo mundësi, po mbi të gjitha secili prej neve duhet përgjigjemi për të bëmet tona. Unë jam shumë i lumtur që ne kemi bërë luftën dhe kemi ndërtu paqen. Dhe mbi të gjitha unë mendoj që ky popull, audienca duhet ta vlerësoj secilin dhe nuk duhet lejoj që të shkatërrohen dhe të baltosen vlerat tona, vlerat më të shenjta të kombit tonë. Normalisht, fushata zyrtarisht ende nuk ka fillu, pritet me fillu nëse zgaboj prej sot ose nesër, zyrtarisht, por megjithatë një farë lloj para fushate veç ka fillu. Shenjat e para janë të një fushate e cila do të ketë një zhargon, do ta quaja pak arrogant, sepse veç sinjalet e para po ipen. Lidhja Demokratike dhe ju personalisht si kandidat, do të jeni pjesë që ti zhargoni apo do të ruani atë qasjen pak a shumë që keni pas gjithmonë të një vlere të komunikimit politik dhe shoqëror? E kemi obligim që të jemi vetvetja, e kemi obligim që të ruajmë popullin tonë nga një ambient dhe fjalor jo i akceptueshëm. Unë jam shumë i sigurt që Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë kujdes dhe ka një kulturë të tillë. Mu nuk më lejohet në kodin tim personal që të merrem me fjalor të tillë, po mbi të gjitha nuk do të rrim duar kryq. Duhet të nxjerrim ato për të cilat akuzohen dhe akuzohemi që dikush të marrë një copë vota. Unë mendoj që elektorati jonë është shumë i edukuar dhe mendoj që jemi lodh faktikisht me gjuhë dhe etiketime të tilla. Për atë arsye, elektoratit i kërkoj që të vlerësoj secilin për gjithë atë që mund t'i ofroj të ardhmës tonë, fëmijëve tonë dhe këtij vendi, që mos lejojmë përsëri të shkojë drejt humnerës. Dhe jam shumë i sigurt që kemi energji dhe kemi potencial që mos ta lejojmë një gjë të tillë. Jemi dëshmitar të një hajk, apo do t'i quaja fallonga të veprimeve propagandistike duke shfrytzuar edhe inteligjencën artificiale. Kjo propagandë më është publike e vetëvendosjes, por është interesant që një partije cila është regjistruar dhe po merr pjesë në garë, fokus dhe teun kryesor pothuajse e ka Lidhjen Demokratike të Kosovës për ta sulmuar në të njëjtën mënyrë. Ajo është Partia Social-Demokrate. A keni diskutuar brenda strukturave të partisë dhe ju si kandidat për deputet nga Lidhja Demokratike të Kosovës
se pse po ndodh një fenomen i tillë. Lidhja Demokratike e Kosovës si parti e vlerave, si parti faktikisht që gjithmonë ka rrugtu në mbrojtje të interesave të vendit, nuk ka kohë që të merret me dëbema të tilla dhe orientim të tillë. Po mbi të gjitha ne mendojmë ai që logjikon dhe votuesi duhet ta shef këtë punë. Mendoj që është kulturë politike që gjithë opozita të bëhet së bashku në aspekt asaj të zvogëlimit votës për shkak të partive pozitare ose në pozitë. Por është pak e çuditshme. Partia në fjalë thjesht më shumë është duke marrë me partitë opozitare se sa me partinë në pozitë. Dhe mbi të gjitha, nëse kthehemi pak mbrapa, mendoj që janë vlerat e njëjta ose janë njerëz që kanë ndruktuar së bashku dhe mund ndodhë që ka një koalicion të mësheft ose një kërkesë të tillë. Por gjithsesi, unë mendoj që duhet ruhemi prej informacioneve të pasigurta, të pakonfirmuar dhe pajtohem plotësisht që sot me inteligjencën artificiale dhe me propagandën faktikisht që gatuhet në kuzhina të ndryshme duhet të kemi kujdes. Po besoj që votuesi jonë është jetë dikum dhe ne do të bëjmë më të mirën faktikisht që t'i nxjerrim pa gjitha ato gënjeshtra dhe simulime faktikisht të kohës që dikujt i shkojnë mbështati. Po jam shumë i sigurt që Lidhja Demokratike e Kosovës do të garojë me vlera, do të bëjmë më të mirën faktikisht që këtij vendi t'ia kthejë demokracinë. Zotë General, jemi në fund të emisionit, kemi edhe minutat e fundit, e kam sërish një pyetje të ngjashme me pyetjet e mëparshme. Çka do t'ju ofron Gëzim Hazrolli edhe një herë qytetarëve të Republikës Kosovës? A mund pak më gjërësisht ta elaborosh këtë? Është pak vështirë me folë për vetë. Për ata që më njohin, do t'ju ofroj vlerat që i ngërthej në shpirt. Dhe mbi të gjithë përvojën time në shërbim të vendit, me disiplinën, me ekspertizën, përvojën që ka marrë dhe pa diskutim me sinceritetin që t'jem edhe matutje një ushtar në rroba civile në shërbim të vendit dhe rujtjes vlera faktikisht edhe të armës tonë. Jam shumë i sigurt që nuk do të tentoj të mos jem vetvetja origjinale, por gjithmonë do të tentoj faktikisht ta bëj më të mirën me atë që kam marrë edukat në familje, në institucionin që kam shërbyer në uniformë dhe pa diskutim vlerat e popullit tonë. Kjo është prioritet për mua dhe pa diskutim që nuk do të hezitoj asnjëherë të jap më të mirën nga vetja, ta ruajmë të ardhmen tonë, ta ndërtojmë një të ardhmen të sigurt. Ta bëra këtë pyetje, do të thonë një ripërsëritje pothuajse e pyetjes për të bërë një koment të vogël në fund të emisionit. Ju vërtet edhe në intervistë këtu tregut një modesti të jashtëzakonshme dhe qëllimi i pyetjes fundit ishte pak provokativ, mos po ju premton një Eldorado sikur që po premtojnë shumë parti tjera. Kështu që ishe korrekt dhe faleminderit shumë për këtë intervistë dhe përgjigjet që mi dhe. Faleminderit shumë, prof. Është kënaqësia ime, kënaqësi gjithherë të kem mundësi me bashkëbisedu me juve dhe me votuesin, dhe unë mendoj që çdo secili prej neve vlerë e ka vetëm origjinalitetin e vet. Si të mundohemi ta luajmë edhe ta simulojmë dikun tjetër, faktikisht nuk jemi më vetvetja. Dhe kjo është ajo që do të tentoj edhe të jem. Në emrin të redaksisë sonë urojmë gjithë të mirat dhe suksese në fushatën e juaj. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi e dina. Shikues të nderuar, mysafiri joni dhe ju sot ishte General Gëzim Hazrolli, kandidat nga Lidhja Demokratike e Kosovës për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Ju faleminderit për vëmendjen.